pagesat kesh ndaj ndalimit nëse janë sipër kësaj shume. Paketat fiskale parashikojnë dhe ndryshimin e ligjit për procedurat tatimore me qëllim reduktimin e informalitetit dhe kufizimin e pagesave me para në dorë. Në këtë paket janë parashikuar 4 masa ku e para ka të bëjë me bizneset cilat do të lejojnë të kryejnë transaksione në kesh me njëra tjetrën deri në shumën 100.000 lek nga 150.000 lek që parashikohet aktualisht në kuadrin ligjor. Mbi këtë vlerë çdo biznes do duhet ta kryejë pagesën nëpërmjet bankës. Gjithashtu bizneset do të lejojnë të shesin për konsumatorët mallra dhe shërbime me para në dorë deri në shumën 500.000 lek. Mbi këtë shumë, çdo shitje do të duhet të realizohet tërësisht nëpërmjet transaksioneve bankare apo formave të tjera elektronike, tha Malaj. Për të reduktuar përdorimin e parave kesh për të paguar për mallra dhe shërbime vendoset si detyrim që përveç opsionit të pagesës me lek në dorë, do të instaloj pajisje për të bërë pagesë elektronike brenda 2026-s. Brenda 6 mujorit të parë, bizneset e sektorit turizmit dhe ato të transportit përveç pagesave kesh do duhet të garantojnë forma alternativ të pagesave elektronike ku përfshihen pagesat me karta krediti dhe debiti apo forma të tjera elektronike, ndërkohë që ky detyrim do të duhet mbushet nga gjithë bizneset e tjera brenda datës 31/12/2026. Këto masa do të na shërbejnë jo vetëm për të reduktuar përdorimin e paras kesh në ekonomi, por edhe për të reduktuar informalitetin, tha Ministri i Financave.